Kongresistë Amerikanë kanë paraqituar rezolutën 26, e cila dënon krimet e dhunës seksuale të kryera gjatë luftës në Kosovë dhe u jep përkrahje të mbijetuarve të këtyre krimeve. Lajmi është bërë nga Qendra Kosovare për Reabilitimin e të Mbijetuarve, e cila e cilëson këtë rezolutë si një zë të fuqishëm dhe të vonuar, por të domosdoshëm, në drejtim të kërkimit të drejtësisë për të mbijetuarit dhe dhunës. Në betejën e gjatë, e dhimbshme dhe e heshtur, që më në fund po nder vëmendjen që meriton, mirënjohje për Vasfije Krasniqi Goodman, simboli i guximit, dhe Vera Mjeku për përkushtimin dhe zërin e palodhur në këtë rrugtim drejt së vërtetës. Kjo rezolutë sjell shpresë për çdo të mbijetuar që ka pritur drejtësi për vite me radhë. Thuhet në reagimin e Shyret e Tahirit, Ramadan Nishorit, përfaqësuese nga QKRBT. Rezoluta 26 konsiderohet si një hap i rëndësishëm ndërkombëtar për të theksuar nevojën për drejtësi dhe njohje për viktimat e dhunës seksuale gjatë konfliktit në Kosovë, si dhe për të ndërgjegjësim global mbi këto krime që shpesh janë mbetur në heshtje për dekada. Rezoluta është paraqitur nga kongresistja Julia Johnson, ndërsa është sponsorizuar nga kongresisti të tjerë Kate Self, Richie Torres, Jim McGovern, Mark Visli, Alexandra Ocasio-Cortez, George Latimer, Mike Lawler, Ilhan Omar. Forca Vasfijes ka frymëzuar njerëz të shumtë në mbar botën, por drejtësia për atë që duroi kur s'ka ardhur. Kjo rezolutë dërgon një mesazh të qartë komunitetit ndërkombëtar, nuk duhet të shikojë larg nga krimet e luftës, të mbijetuarit meritojnë përgjegjësi, jo heshtje. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me atë që ndodhi 25 vjet më parë, ka të bëjë me atë që ne jemi të gatshëm të bëjmë tani për të mbrojtur të drejtat e njerëzit, për të fuqizuar të mbijetuarit dhe për të thënë të vërtetën, ka thënë kongresistja Johnson. Vasfije Krasniqi ka falendëruar kongresistët për rezolutën. Në rezolutë kërkohet qeverisë së Kosovës të mbajë zotimet ndaj të mbijetuarve dhe të japë prioritet rasteve të pasgjedhura të luftës seksuale nga lufta e vitit 1999. I bëhet thirrje qeverisë së Serbisë të ndjek penalisht ata që janë përgjegjës për krime seksuale gjatë luftës. I bën presion qeverisë së SHBA-s që të lartësojë rastin e Vasfije Krasniqi Goodmanit në angazhimin diplomatik me Serbinë dhe të forcojë përpjekjet e SHBA-s për të parandaluar dhunën me bazë gjinore në nivel global. Kjo rezolutë është dëshmi e një përkushtimi të palëkundur ndaj drejtësisë dhe llogaridhënie për 20.000 të mbijetuarve të krimeve seksuale gjatë luftës në Kosovë. Faleminderit për mbështetjen tuaj të pandërprerë ndaj të mbijetuarve në kërkimin ton për drejtësi dhe llogaridhënie, dhe mezi presim ta zhvendosim këtë legjislacion në Komision për Punë të Jashtme. Dhe edhe më tej, ka thënë Vasfije Krasniqi, ndërsa numri i saktë i personave të dhënuar gjatë luftës së Kosovës, 98-99 nuk dihet, por sipas një raporti të Qendrës Amerikane për kontrolin dhe parandalimin e sëmundjeve, kjo shifër arrin deri në 20.000. Megjithatë, statusin ligjor si të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës e ka marrë vetëm afër 2.000 persona.